Fillimisht për recetën e kësaj baklavaje kemi nevojë për gjalp. Unë po përdor sot gjalp të blerë të gatshëm. Mund të përdorni edhe gjalp të shtëpisë. 250 gram gjalp i vendosim në një inë dhe lejojmë që të shkrihet në zjarr të ulët. Vazhdojmë tani që të përgatisim lyerjen e baklavës. Mënyra e përgatitjes së kësaj baklave është shumë më ndryshe se sa baklavat e tjera. Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 4 vezë të plota. Zakonisht bëni kujdes vezët mos i përdorni asnjëherë nga frigoriferi direkt sepse janë të ftofta dhe gjitha produktet tjera janë të vakta. Është më mirë t'i keni në ambient dhume. Vazhdojmë i shtojmë tani vezët në enë. Tani tek vezët dal nga dal e shtojmë gjalpin e shkrir, por bëni kujdes gjalpi mos t'jetë val i nxehtë. Këtë pjesën e bardhë poshtë nuk do ta shtojmë brenda. E largojmë anësh, ajo është dhallti i gjalpit dhe vazhdojmë tani të përzijemi që vezët pak të pasterizohen nga gjalpi. Dhe pasi po përgatitim baklava pre çokollate, nuk mundet që të mungojë edhe kakao. Në total tek ina do të shtojmë 3 lugë gjelle të plota me kakao. Tani do të përzijej mirë që e gjithë kakao përzihet mirë me vezët dhe gjalpin, pra të tretat mos na mbetet me trupa. Të sigurohemi që e kemi përzier mirë, vazhdojmë që ta shtojmë tani qumshtin. Qumësht në total do të përdorim 500 ml. Tani përzijemi edhe një herë derisa të sigurohemi që gjitha përbërësit brenda janë lidhur dhe janë bërë bashkë dhe sigurohemi që pjesët anësore nuk do të na mbesin pa u përzier. Do të kemi nevojë për 500 gram peta të gatshme për baklava dhe petat e baklavas do t'i preni në masitë e tepsisë, veç se po vreni, unë e kam larguar pjesën e tepërt, e cila është për masinë e tepsisë që po e përdor unë. Dhe do të vazhdojmë tani që petet e baklavas t'i renditim në tepsi duke i lyer me përbërjen që e përgatitëm herët. Vazhdojmë tani me renditjen në tepsi, pse po e vreni u kam filluar tepsinë e kam lyer pak me gjalp dhe kam filluar me petet. I marrim nga 2 petë. I vendosim në tepsi dhe sipër vazhdojmë shtojmë nga përzierja që e përgatitëm me gjalp, vezë, qumësht dhe kakao. Shtojmë vetëm nga një garushte dhe me ndihmën e një brusheje e përhapim mbi tërë sipërfaqen e petëve. Vazhdojmë kështu derisa të arrijmë në mes të baklavës. Mos shtoni më shumë se nga 2 petë. Këto brushat janë special për peta të baklavas. Tani që kemi arritur në mes të petave, vazhdojmë që t'i shtojmë arat. Mua arat më pëlqen që t'i bluaj në blender dhe në total do të shtoj 400 gram me ara. Pasi i shtojmë arat, vazhdojmë në të njëjtën mënyrë me renditjen derisa të përfundojmë me gjitha petat e baklavës. Tani që kemi përfunduar me renditjen e gjitha petave, vazhdojmë që ta prejmë baklavën. Pra në petën e sipërme nuk shtojmë nga salca, lejojmë që të qëndrojnë kështu vetëm petat një herë derisa ta prejmë dhe t'ja japim formën. Do të vazhdoj që ta ndaj një herë në gjys. Pastaj edhe një herë në gjys. Do t'i mbajmë pak me duar. Pra do të krijojmë 4 shirit. Tani vazhdojmë me kthejmë nga ana tjetër dhe e ndajmë në forma. Tani me pak gjalp të shkrir, me shumë kujdes, i lyem pjesët lart të petave që mos na thahen shumë.
Dhe tani vazhdojmë me pjekjen. Furën e kam nxehur në 200 gradë, por në momentin që do ta fus brenda tepsinë e baklavas, do ta ndalim zjarrin në 180 gradë. Dhe ashtu në atë temperaturë të njëjtë do ta pjekim diku parafërsisht 40 deri në 45 minuta, gjithmonë duke e kontrolluar. Vazhdojmë që ta përgatisim shërbitin e kësaj baklavaje. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë 500 gram me sheqer. Për 500 gram sheqer duhet që të shtojmë 500 ml me ujë. Përzijmë mirë tani që sheqeri të tretet tek uji, sepse në këtë shërbet do të shtojmë edhe çokoladë. Tani vazhdojmë në zjarr mesatar dhe presim derisa shërbeti të merr val. Nga momenti që shërbeti do të fillojë të vlojë, do ta zijim vetëm 5 minuta. Dhe pas 45 minutave në furrë, baklava është pjekur dhe e kam larguar nga fura. Lëmë tani që të ftofet, ndërkohë që presim që shërbeti të vlan. Dhe bërë tani tamam baklava të çokoladës, tek shërbeti do të shtojmë 100 gram çokoladë. Unë po përdor çokoladë pak më të zezë për t'ia dhënë ngjyrën më të bukur. Dhe tani, pasi shërbeti është val i nxehtë, çokolada do të shkrihet me njëherë. Thjesht përzijem pak. Për atë arsye, këtë lloj shërbeti e zijem vetëm 5 minuta, sepse ky do të trashet tani edhe nga çokolada. Dhe tani lejojmë që shërbeti të ftofet dikon 10 minuta para se ta shtojmë tek baklava. Pra që të dyhat duhet i kemi të nxehta, jo val të nxehta, por të largohet nxehtësia e madhe. Baklavan lejojmë që të pushoj 10 minuta, njëjtë edhe shërbetin lejojmë që të pushoj 10 minuta para se ta hedhim sipër baklavës. Dhe tani sipër baklavës së vakët e shtojmë shërbetin e vakët. Dhe tani lejojmë dhe presim që baklava ta tërheq tërë shërbetin brenda. Do ta tërheq shpejt brenda dikon 10 minutave, do ta vreni që e ka pirë tërë shërbetin baklava. Presim tani dhe më vonë vazhdojmë që sipër ta dekorojmë me Nutella. Po vreni me njëherë, brenda 2 minutave, shërbeti gati sa është tërhequr tërësisht nga baklava. Tani marrim Nutella, e shkrim pak në ujë të nxehtë, që të mund ta përhapim më mirë sipër baklavës. Dhe mbi secilën pjesë baklavaje shtojmë nga pak Nutella të shkrirë. Përfundojmë dekorimin me nga pak ara të bluara në mes të secilit dilim të baklavas.